Ju heqi shqiptarëve të drejtën e përdorimit të TikTokut, ripërsërit eksakt atë që bënte Enver Hoxha, Spiro Koleka, Kristaq Rama gjatë diktaturës. Në këtë rast ftoj të gjithë gjimnazistët, të gjithë të rinjtë, të gjithë qytetarët të nisin betejën tonë për çlirimin e TikTokut. Bufi Knetës u bën thirrje fëmijëve të protestojnë. Protestojnë për mbylljen e TikTokut, duke mos shkuar në shkollë dhe prindërve u kërkon të bashkohen me fëmijët kundër mësimit dhe të dalin në shesh për TikTokun. Kjo është Kneta jonë, opozitare dhe filozofia e saj. Kjo ka qenë gjithmonë dhe kjo do të jetë, derisa të ketë bufin që vigjilon nga balkoni mbi të gjithë gjendjen poshtë në Knet, duke kthyer përfaqësuesit e popullit opozitar në ca zvaranik politik e në insekte mediatike që vetëm kafshojnë dhe pickojnë duke helmuar pa pushim çorbën e debatit politik e mediatik shqiptar. 95% e prindërve dhe mësuesve të pyetur gjatë këshillimit të gjerë popullor na thanë mbyllni TikTokun një orën parë. Madje edhe kërkuan edhe më shumë se sa kaq, ndërkohë që ne u futëm edhe në një dialog konstruktiv me kompaninë TikTok dhe presim të shohim planin e premtuar prej saj të sigurisë së shtuar për fëmijët tanë, gjë për cilën kompania ka thënë se do ta bëjë dhe do na vënë në dispozicion brenda pak muajsh. Arsyeja pse vendimi i mbylljes u mor vetëm javën e shkuar ka të bëjë thjesht me kapacitetet teknike për të realizuar mbylljen e platformës, të cilat kanë kërkuar kohën e tyre që të ndërtohen dhe t'i kemi në dispozicion. Pra, para njëherë kjo s'ka të bëjë gjikundi me lirinë e fjalës e me zgjedhjet dhe është një mbyllje që unë uroj të jetë e përkohshme, por që do të zgjas aq kohë sa kompania do të na jap një plan bindës, sigurie dhe mbështetje për prindrit në edukimin e fëmijëve. Nga ana tjetër, apeli i bufit Knetës për fëmijët që mos shkojnë në shkollë apo që t'i bashkohen bashkë me prindrit në protest armatës tij, besoj se duhet marrë tejet seriozisht si një simptom lajthitjeje e rrezikshme, çka të bën për të qeshur kur sheh karavidet e Shqipërisë madhështore, po nuk është më për të qeshur kur shkon deri tek fëmijët dhe i përfshin dhe ata në shënjestrën e Knetës së paskrupull. Edhe një gjë për disa që më shkruajnë, je trëmbur se po ke filluar të merresh me bufin se nuk e zije me gojë prej kohësh. Kjo nuk është punë trimërie dhe as punë frike që ta dini, se nuk është luftë për jeta vdekje për askënd, por ama është punë ardhmërie apo fikje. Dhe për kë? Për Shqipërinë. Prandaj edhe tani, përpara vendimit të popullit sovran, u duhet kujtuar disave që Shqipëria nuk mund fare të hyjë në diskutime nëse do të zgjedhë të bëhet njësh me ne për t'i futur fëmijët një herë mirë në Europë, apo do shkojë të bëhet me bufin e TikTokut për t'u zhytur e gjitha bashkë me fëmijët prap aty, si gjithmonë, në grop.